Tiranë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 21:30 minuta, ndërsa bashkëshortja e Sidorel Prendit është nisur nga Tirana për të shkuar në Lezhë, ku kishte marrë informacionin që vjerri i saj kishte rënë prej një atentati në orën 20:15 minuta dhe ka mbërritur në spitalin e Lezhës. Kjo është faktuar me pamje filmike, i ka provat gjithë policia në orën 21:15 minuta. Dhe më pas është kthyer në Tiranë në orën 23:30 minuta, çka tregon që në kohën ku ka ndodhur atentati në Tiranë 21:30 minuta ai nuk ka qenë prezent, kanë ndjekur një itinerar rrugë ndryshe nga automjeti që kanë ndjekur 4 të rinj. Automjeti G-klas. Po ashtu, policia e shtetit... Automjeti ka qenë objekti nga tres, automjeti i ngjashëm thanë dhe targa ka qenë e ngjashme. Targa ka qenë jo vetëm një gërm, ndryshonin 3 gërma dhe një numër. Targa, i kam identifikuar të dyja targën e automjetit që ra prej atentatit dhe targën e... Por ka qenë mjaftueshme për ngatresën. Nuk ka qenë mjaftueshme për ngatresë sepse kanë orara krejt të ndryshme. Atëherë pse u tha që ishte ngatresë? Kjo është e çuditshme, por policia... Ishte apo ishin këta personat e familjes Pelikanit që u goditën, apo ishin të tjerë? Ishin personat e familjes Pelikanit në automjet, por ka dyshime që gjatë asaj kohë ku ka lëvizur automjeti G-klas i familjes Pelikani, ka lëvizur edhe një automjet Pelikani, ka lëvizur edhe një automjet tjetër G-klas, i cili në momentin që në Lundër, automjeti ku po thonin 4 të rinjt, ra prej atentatit dhe më pas në Lundër pësoi aksident dhe ra në rrugë, dhe morën kalimtar të rastit për 3 minuta, aty në atë rrugë ka kaluar një G-klas tjetër. Por kamera e sigurisë nuk shquan targën dhe për këtë arsye, policia e shtetit po merr në pyetje të gjithë personazhet në zonën e Lundrës tek vilat rezidenciale që kanë banesa, aty që kanë automjete G-klas, pasi aty jetojnë edhe personat të rëndësishëm. Të rëndësishëm që... Tasë në të vilat luksoze jashtë Tiranës Bastegut, apo jo? Bastegut. Pra aty flasim, dakor.